Para se të qesim se kush ose është me rëndësi, jo, po është me rëndësi shumë të madhe, se me rëndësi so, a me rëndësi shumë të madhe, po. Sot e kom një misafire, mike, jera, dës, kejt e kom këto, edhe na shpesh pina kafe bashk. Edhe bojna muhabet, edhe bojna qef, edhe çka bojna tjetër. Po, knauqëm. Me neve sot, këtu, në këtë diskusion, në këtë muhabet, në këtë çka të dush thirrne, Shota Baraliu. Je beke. As radion, as televizion. Mirë se gjeta. Dhe mirë se vjen. Edhe sa për informim për publikun, unë e ka një vete disa muj që si më dalë në për media kërkon heq, se s'këm dalë si biber me marë pjesë gjithë kaj. Po, te unë orë si edhe beke në kam mekë dhe ma spjegoj që ka emisionin ata që javlin të beka me ardhë. Po ka edhe një diçka këtu se beka mi din më shëfësinat, e inshallah zgudzon në hi fellutaf se bi po të bëj e shtërngut të bëllë. Mashallah. Qështë kom njere? Bek, mirë falinderit. Mirë se kjo orë, kjo është të vëndon ka je o bek, thirët kjo. Që ku jem me shutën një, mashallah. Po shut, bashkë më ka interesu. Shut, për shkak shut e galicës, apo shut vesh kështu për shkak se ke hesje shakata, qka o puna, pse bashkë kjo shpendë, pse për shambull Shqipun jo. E aty, jam me pajtimi, gjunat s'ma kanë gjithë Shqipun. Po, unë e di pëse faktikisht, më parat kisha thirë Shqipun. Unë kisha thonë Tigër më më thirë. Jo, unë e Shqipun. Edhe ma i ngjallë Shqipunit, se shotës. Beksa, i përket e amnet, këto ta kom shpjegu ty privatisht. Po, më zga babi jem e ka emrin në zemë edhe unë e shotë dhe kom dëftu për këtë emën të heroinës shqiptare. Shtu ma qanë madhë si Shqipunje, abdo me nditë pse, apo vish kështu? Thanks, Bek. Si Shqipunje për qka? A që grithi? Për shka këthojve. Po tash kush e meriton edhe do të me grith. Apo? Edhe me ka shumë në qokatë. Po, Shotë. Pyetje përgjigjes ka, këto kena me bo një muhabet shumë thjesht, të cilën definitivisht njerëz dojnë me ditë diçka mbrena asaj çka na lejojnë me zbulu. Po. Se është shumë e rëndësi. Do të më mësu njerëz që jeta private nuk publikohet. Do është më mësu gjithmonë, Edhe jo, çka është private është e me menej që aty mbrena 4 mureve. Nuk publikohet. Dhunohet nëse ti e qet për klikime, për asi, të cilën unë pisho shumica që edhe jeta private shkon bëhet buz. Kështu që ato që i dim na, që jemi me të shpis, na ato kina milionën në shpe atje, se na vret dikosh, ti pe dikosh. Po, shumë e vërtet. Kështu që shota, si shot, që qohet gjdo dit, faktikisht për pos vikendi shkon punë, punat. Ka punën tjetër, të cilën është mjeshtër i punës saj. S'po folim për aktrim, po folim për super aktrim. Parodin e ka dosh gjithë. Ka lujt me emrat matë me i të humori shqiptarë. Tepshë. Një CV të vogël, një CV të vonër. Tash, dresh bëllë. Pasha sutë, po apet të mike jemja. Dhe pse, mrena që asoj që thujnë aki, po, që është si kurveza. Mrena asoj të fortës, egziston dhe qka shumë e butë dhe... Po, shumë e vërtet. Shota. Shumë e vërtet. Sa i përket Bek jetës private, unë e ka të edhin që një vjetë e gjysë jam zhduk pej rjedhave, jo pej rjedhave, pej profesionit e mjo, se unë sigurisht që më kanë angazhume, po s'kum pas dalje publike. Se me të ndrejten, po s'kum pas... Se s'po delë, po bashkë jo që u bona bajat, po diqysh jenë mush, plat emisioni jenë mush, gjithë kush i ka njës me dalë edhe ma menoj që publiku ka nevoj pak me marrë malli. Edhe kështu që edhe mu do gvetja... As tu të që të harrojnë? Ja, nuk më harrojnë, jo, sa besoj, po nësë më harrojnë... S'po foli ty. Po nësë më harrojnë... Njerëzit që po bojnë pauza... Unë e di taktikën që kësh mi u rikëthy edhe më majtë menë. Ka 3 muj, ka 4 muj karierë, edhe të bëj pauzë. Jam varet. Bek, adin qysh, unë jam aktore që 20 sa vjetë. Edhe unë se besoj që edhe me dashë më shdu 4-5 muj, janë aktivitetet e mi artistike, videokaseta. Ka dole pak, nuk të mon klikimi.
Po të monë aktrimi? Jo, sigurisht, që monë aktrimi, se unë për klikime nuk ase. Stari e, jo për klikime, po për kongës ose për aktrime? As për reality show, unë jam i femën që t'ju edhin prej 2001-ës, kom startu në këtë profesion, bilet po më do këtë vetja mësë më Skënderbejun. Që sa vjetë ma. E sa, i përket jetës private, Bek, unë e kove të fundit e ka mojtë shumë private, edhe s'kum dasht me nëzirë kur gjohë nga jeta jeme. Ti e din, unë jam një femën që punoj çdo ditë, me një ndërmarrje shtetit. Mendje tjetër kuj del që ke dështu? Po tash njerëz... Po menojnë që një po le ta menojnë, po mjafton më mikëshur sytë e mi, e shkelqimin edhe atë lumëturin që e kam rena, jam e përmbushun, nuk jam vetë. Për plot alegria që shtë... Bravo. Asnjë tjetër së mungon, moshkulli së mungon, puna së mungon, aktivitetet së mungon. A ma fitnessin se kalzore? Sigurisht që fitnessit, jedin që pa fitness, njerë që më djekin në për rrjetet sociale, e shohin, ma bekse në shpinë qesë edhe bëj skuat. Jo, garant. Bon spot kishë edhe. Skuat. Skuat, ha? Unë e spot me noa. Qka pëse o problemi ishtë ty në skuata, pëse? Qka o ku o problemi? Pëse qatë shumë është i popularizum skuat? Po skuati është i vetëmi ushtrim që... Ama dhe te moshkujt, se jo vesh... Që ta ndikon në rritin e prapanicës, këto që i duhet femnat mas shumë. Cilit muskull, nëse më i me të pytë? Muskujt... Qeshtë, maksimusit, qashtu thirët muskulli, definitivisht, maksimus thirët për latinistët e madhe, do më thonë është muskulli ma e madhe. Bravo, Big. Mirë që më kaldove se unë e biologjinë, më ka dhe mësusja klasën e dytë. Ramet i po shpirti grue biru konë, e mëresh, e për ato. Kështu që skuati për që ato është i famë shumë, do më thonë bojnë shumica femna vetëm për shimet viteve. Do më thonë muskulli zhvillohet gjatë punës as gjatë pushimit? Po, skuati ka plot ushtrime për vite, po skuati është ushtrimi që ndikon mas shumëti në rritjen e viteve. Okej, dhe sa kom ushtru unë për para, dhe e di njerë më patë kris, veç jo skuat, më patë kris në sharë. është një farë ushtrimi. Me në vajtë. Po, në sharë. Në sharë, po, atë ushtrimet e shpinës. Meta, se dhimë të madhe. Faktikisht, muskulli po zhvilloj ke kur pushon, mas punës. Po, është të vërtit, po. Do më thonë, a i rritet që 25 vjeqe. Muskulli rritet kur pushon, po, është të vërtit, kur flajnë. Po, unë s'ku mua, lo për rritë qështu pëse s'di edhe kjo. Po, Bek, ti e sportist, edhe ti nuk nalësh gjithë ditën, njerë... Po, biciklen. E shpesh që shtu ka njëherë takuam, shkoj me bicikl, shkoj me pick-off, me shutë. Po, gjithë, kur gjenë në bicikl. Fitnesi po ecë, a je të morë se po shiet për linjave, mashallah. Po, me të drejten, a din që ka një sen në Bek, pleqërinë së në nalëm, kërkush, unë që muj me nalë që me minajt vetës gati, mu dok fresh, mu dok mirë, se vitet në esin së në nalëm. Kështë që mi afton që unë në shpirt një nasi 20 vjetë, e përmbushën të në mënyrat, edhe tjetër sen, vitet mirë se të vinë. A bë? Po. Atëherë pra kemi një dëshmi shumë të madhe, ta shtë i bëjtë pra. Shkota barali ju dëshmi e madhe, e rej, 23 vjeç, jo po 24. Edhe fitnessin e merë, punë është plus aktrimi. Para me noti, dhe me thonë, aktivitetet e zaktume, kryojnë njerion mos mu plakë. Si unë për shamull që i kom 4 të njavë. Shiko, edhe aktivitetet ndikojnë, po shiko, unë menoj që edhe një jetë e fështirë të plakë. Hallet, dertet të plakin. Të plakin, të rudhin. Po të rudhin, sigurisht që të rudhin. Kur njeri, unë për vetë jam një femën që kam shumë vullnet, shumë energji pozitive, këto ma ka dhonë i lumi Allah, së që e kum kriju vetë, po ma ka dhonë Zoti edhe unë nuk nalna, sinqerisht nuk nalna. Punën e bëj me qef, profesionin te me qef, kitsenën me qef edhe unë shika kur më pysin më pëse të plakës. A hanë buk me qef, mas i bon me qef kejt? O, që ato mas shumë ti me qef e ho. Po, ti fitnesi, qka hanë ti? Qa unë E zuna. Unë ha... Qa hanë ti? Unë ha ushimet shumë healthy. Qajnë ato healthy, qka është jo healthy? Si qëto se dhja të Ushimet, sigurisht që unë i ha ushimet këtu që janë healthy. Të cilët e mojnë nuk kanë karbohidrate, bla 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 e këto se. Karbohidrate ha, po... Sheshirenat ndryshëm jo? Jo, alkohol nuk pi, cigarë nuk pi. Jo, ato duhani nuk trash. Nuk trash, po këto janë veset këshia që një personat i kanë. Ajo ta nalë kapacitetin pulmonor që ty s'let tani me ushtru për me hek të kilazhe. Qëre nga një knena? Qa për dy. Po, ha ushimet me fibra, me karbohidrate, me proteina, me këto munona minejt gati, po kjo nuk do me thonë që ka njëherë nuk i qipaj edhe flis, edhe byrekave. Krelonës. Po, ka njëherë po, në përgjithsi ri gati
E kom një të një shkencëtarë diçka kështu. Çka menon ti për qumshtin 3.2? Valla unë 3.5 e pi. Bravo. Pse e pin? Pse ka një. Po e të vynë për me di. Vynë sigurisht. Jo, 1.5, 0.5. Ja këtë janë fore, Po, mu shrit mëre, se shritet. Mëresh, a do me but 0.5, po e merë një litër qëmsh, 3.5, edhe shkën një shtojnë ujë edhe e bën 0.5, nuk kine o blyllëm, dolin 2 kila tomen. Po, vëlla, 2 litra bi. Po, qashtu i kanë thonë për para. Për para. Qëta shë shliru mirë. Qashtu mundës më bytë lirë. Po, e këto po i tregoj, letë di njerëzit që ruhen në ushqim, unë e menoj që ushqimin do të me hongër sot dush, po menoj në atë aspektin, po dush me qkri. Për pola ka rongën laku në urin për pesin, flin, edhe jë ndollë me kosit dhe me prashit. Në qash shumë kanë argju energji që u duftë dhe jerë me hongër që mungi. E din që bek para luftës nuk ka pas njerëz të shnosh, unë të smoj men. Unë nuk e di, unë të smoj men asë një që ka një trash i plot. Tash nuk e di se ushqimet janë të mushme me pesticide, me gjithë shka janë mush, edhe janë bo njerëz dhe mademela. Unë për shamëll bek të edin, tash që ka njësë më drejt shkua, unë në punën e kam shumë ofër, në fakt. Pri banesës, unë shkojnë kam, me dëshirë shumë të madhe. Bravo. Shkojnë kam, unë mënona gjithë ditë mi ba 6.000 dhe 10.000 hapa. Tash njerëz pritojnë edhe me ecë. Unë i shoh shoqet mija, i shoh dhe vlaznit e mi, 5 minuta me kerë. Edhe unë për veti kolona më kryon një faron këtë një farë stresi. Unë në kom të jedin, se ti beku një, në kom me dëshirë eci. Super. Trekom, tash adhe që është puna që kjo mas i desh të tim, këto shkojnë, po shkon fëmin e merë, e mësën fëmin, e merë për shkolle me kerë, që aty ko nga, të ko, mund të me jetë. Shumë afer, po, pritoj. Ose që ka kom po fenomeni që tash ti kalëzoj, tjetër është bukën e porësit se bënë. Po, shumë e vërtet, po. Edhe sa keq është, nuk ka keq. Më falni ju që shit një bukë, ju e keni gjithë venin ku me shit. Jo, bukën mund është me ble, po ti ushimin më se porësit. Kur mund është me bon shpe. Ja, shumë për veti saja. Mu më mdo këtë ajo pak e tepër. Jo, më për veti saja. Kjo është urbanizim, nuk është kultur, nuk është kur gjë. Kjo është veç fut një helmet të ndryshme në trup, të cilin as fitnessi si unë i mënë. Jo, absolut. Por shkak se nuk e din as prej ardhjen, njerës të cilët e shesin, tash nuk du me çdo një, po nuk kanë pik morali qëtë gjithë shka. Ti se din që ka bëna një kuzhin. Edhe për ato, thëmë ka njerë, kur i shoh fëmin, për shkak se, të shtim thujza, për shkak se këti jakona nona ja përësit, ajo është krimi maj madhë. Që se patëm ka një nonë më na përësit një, që shtë të nkuë në hamburger. Jo, më ka maru buk të shpia ki hongër. Mojnë men të halla, të përshëndes. Halla jam, në 5 mëngjes, që vlo jam hajde haqë voj, 2 voj, ka morë të pullet, se i kam bo. Qumsht, sa ishin mjell dhend, qumsht e kish zi, felizeti, po shlang, po pe aty drejt edhe në përmole, në për livod dhe në për sene, po, ama ti trashtis ke pas, gjdo sen ka qenë naturale. E vërtit, Bik. Ta shina dhe me lavë. Ta shina dhe me lavë. Jena bosi popull Demela, duk na i donë fort as punën. Ju? Në fakt edhe, unë për shamën njof plët njerëz, adin për shamën thujmë se me punu për 300 euro. Njof. Unë s'jam ati menimit. 300 euro ditën? Jo ditën, jo mujen. Kish pas qefaj, po mujen? Ose për marrë një shembull, për shambull, unë menoj që nuk është marrë me punu dhe për 200 euro dhe për 100 euro, thjesht kërë nëzirë dinarin tanë, ja din vlerën edhe parës e çdo senit. Unë si studente kum fillu me nëzirë dinarin tanë. Unë me shumë pak pare, kum dalë në gjirime. Ndështë ato pare që mi kanë dhonë, unë i kum hargju ilaçe, barna, të më thonë që jam ftofë në për ambjente ndryshme, po thjesht kum pas qef paren teme. Dhe tash, shqyqër zotit, punojnë 2 puna dhe 3 puna nësë është nevoja, jam e pamvarën, unë e kam pa problem punën. Qëfar do punën që të më ofrohet? 3 puna po i përneshe? Unë zhjithë traktorit mi gra kombajës. Po pse jo, po qka është, sin kërra. Me dëshire kisha po. Jo me sin kërra është ajo ka ato krejt njëjt. Bilim tash i kam po traktor ato automatik, vesh drive edhe brrrr. Po, dhe graje. Plau, nëse do me livru, plau, ta pajti dhe shketi vesh me mon volonin drejt. Allah, inshallah, s'ta lavroj unë naj orë me traktor se s'ka me dollë kur ma. Mos harrojmë që në modernizim, njerës të menojnë që modernizim është me majtë guqe sene, nuk e dini që në Hollandë shumica e grave punojnë me traktor edhe kamion. Po, mare po, shumë e vërtet me kamion, po vërteta.
kemi edhe mikë, po meq tonë, kolegë të cilët e ka autobus vëzit në Gjermani. E të këtu, pse jo? Imaginon më konë shofer autobusit. Të përshëndetje, Antigona vëzit autobus urban. Këtu në Kosovë, po ka? Po në Kosovë, po, kolege jo, e cila kënën, punën shofer autobusit në Gjermani. Pse jo? Bashu mirë. Që edhe unë e kom punu shumë punë, po së është ajo me rëndësi. Me rëndësi është na me mujtë për mes edhe bisedës tonë me i frimzu generatat, alfa dhe beta, të cilet po vinë me do të kërë, punë të keqe nuk ka. Faktikisht ka punë të keqe, po ato jënë tjera punë. Na po folim për punë përfitimin me njërës. Po, sigurisht. Po da jo përfitim me njërës. Krejt janë me njërës, po, edhe në këtu e kjo njërësa, po... Silë që ka ta silë njërës. Po, që aty dikun. Ja, ki drejt bek se po bëjmë shaka pak. Për atë edhe selektimi i punës, ka njëherë nuk e ki luksin me zgjedh punë. Jo, absolut. Biles, mu më vjen mirë që kove të fundit, femnat kanë fillu edhe në përfshatra me punu. Se ma herët nuk është adin ka pas shtëpjake, nuk kanë, e kina pas e si mentalitet, nuk e kina qunë gratë në përpuna. Kove të fundit, vitet e fundit, tash shko në përfshatra, fshatin tem gjdo dyta punan. Se në hapë bizneset ndryshme, në hapë supermarketat mëdhaj, edhe ka dinarin e vetë. Kër e ki parën tane, Bek... Dinarin e vetë, noti se po, parën tane. Kër e ki parën tane, ki drejtë edhe mi marrë vendimet vetë. Se s'ka sen ma ketë se mu ka në varën prej dikujt. A i ta nalë edhe lirin, ta nalë gjdo sen. Kër e ki parën tane, nuk po tha me u shfrenu, po thjesht e ki lirin me bërë që ka të dëshitë. He në fuqi demokracia. Fiks. Apo me, demokracisë mund është me pasë nëse... Po, absolut, se ki pavasin tone ekonomike, shpirt në a i ta blenë kuën, blenë gjdo sen, edhe kështu që kër e ki parën tane bënë që ka dush, si kër unë e qëtash. Këtë dush ka i qa du bëj, e ka ndu rri. Po, është shumë e vërtet. Po të regon, në venin tonë si artist, shumë pak lami artistike ka që e kryojnë një luks ose një bjetis. Kalzëm ti mua aktrimi ku ka ra. Këtu të na... Ka ra, se së qu, e di që së qu. Në fakt, Bek, të na nuk është që u vlerësu shumë arti. Jo vetëm të na, po është edhe në Shqipni, edhe në Balkan. Ti nëse i aktore nuk mund është me mbjetu me rrugë një aktorit, apo pagesa që bojmë. Se me jeta që u boti, edhe në jetën shtrejt që është bo në Kosovë, ti me ato pak mundësi që i ki me artë nuk mund është me jetuti, kur ki familje edhe fmi. Pa morë parasysh arritjes, apo? Po sigurisht, unë për shembull regjisorët e din që unë jam një aktore mjaft e mirë dhe kam realizu role super të mira, komedish, bajegit mira, po ti nuk mund është vish me këto me mbjetu dhe unë detyrona e bëj edhe një pun tjetër, po jo larkë profesionit tem, se unë juristës di më kanë as ekonomiste. Ti juristës dina? Unë qa munat e marketingu, këto punë di mi bo, që ati mi bo mirë. Pa tjetër. Kërë që edhe punën që e bëjo në ndërmarrje shtetit, ja marketing. Kërë që s'kam qare pa bo një pun tjetër për me mbjetu, për me pas një jetë të mirë. Mjaftu shumë, se mira s'ka fund. Te bashkëpunëtor, te shok, te firma, se është... Qështë marrë një si tavan shot, apo? Unë aty jam një punëtore normal e tjerë, si kretë punëtore të tjerë. Ato është dhe ta me intrigu publikut. Jam shumë e regull, njerës dhe din, jam shumë e regull të në punë. Po, jam shumë e regull. Se të artë kishin qitë. Definitivisht. Po jo, jam shumë e regull. Kur kam një diçka pa tjetër, sigurisht që e kanë një konsiderat, po unë jam shumë e regull në gjitha aspekt të puna, jam e rept, kasap. Apo, do më thonë si më konë politikanet. Mirja, që punon me mua. Politika të kishë hecë, pa. Jo, a dim se s'u kishë hecë, se në politikë do të më konë shumë dalavergji. Apo, e ti si? Do me ditë me drejtë dhe me zhdre, unë e s'di Bek. Këta njerë, kur nuk, shiko Bek, kur nuk jëmë bo sa jam konë ma e re, tash këtë mosh nuk muna me ndryshu karaktere. është okej. E që së di me bo, unë jam shumë e drejtë për drejtë. Edhe njerës e drejtë për drejtë ti e din që jo gjithmonë gjikohen për mirë. Njerëzat, kesh kuptojnë. Faktikisht njerës e drejtë për drejtë nuk ka smirën me politikë. Smirën heq. Edhe plus ti personit kur ja thushën sy, realitetin ta morin për keq, kështu që. Është kanë dhem, e vërtet edhe në gjithmonë, po ti edhe është ma miro me hekat borë. Me shmenoj që së më ka dhimë,
Së më ka dhimbët edhe gjykimet e njerëzve, mos mendoj, po unë jam rrep i këtyre seneve. Edhe jam shumë okej, edhe se më kanë ma e re, më kanë pengu, edhe më kanë fazat këshia të mendimeve, tash jam shumë okej, tash për mua. Edhe ti ke qenë gjenerat, po? Mës nalen heshtë të më përmen. Edhe ti ke qenë gjenerat e cila definitivisht ka pas bët kuptimit ndryshme për gjeneratave më të vjetra. Po. Tash ka lëdhëm ti këto gjeneratat e reja për ty, po s'po duhen asnjë me këse, vetëm se po kemi ndeshje fort të mos pajtime nashta ose çudive të cilat ndodhin përmes gjeneratave të reja, kam qef me shku porosit tamon, me shku porosit e ta, që me mësu jo pejnesh, po me kriju ata veçat bazamentin e jetesës për në tarme, se edhe me kam ju bo aty në ma e shtirë, sepse vjen, është me detyrë, që ashtu vetë është e jo, vinë obligimet ndryshme, vinë sene, që aty une jo që spajtonë, nëse une i kom qësi gjenerat, i kom fëmin, po, dyshysh nështë edhe tenasjon pajtu kërë nga kumë përshamë, kërë kumë bonë, normal mëre. Këtë frizur mu, dëshin me a edhin ti me ta të rëgu një histori, unë kër kam, jo e vogël po e madhe, kam qenë kër i kam hegjë vetëllat për ertë parë, gjyshem, Rametlikja, ka kajt një avdit. Pse? Pse i kijek vetë. Do më thonë edhe neve, për tash na pengojnë do. Normalisht, çdo gjenerate i ka ato, kua ka evolu dhe nuk mundën një bosanet e njëjta. Po këto gjeneratat e reja, tash sigurisht kanë ndryshu se rrjetet sociale po shohin, po bojnë, po dalin, po shohin gjithë shka dhe nuk e kanë menimin tonë. Bekti e din që në kuën, kur kam dalë në skenë unë kam qenë dhe aktorët, ma open-minded që shtojnë, ma me ndje hapëra, e disa më kanë gjyku në fillim, më kuptojnë se na i na mësu, jenë aktore edhe lujnë veç me shami, nuk mund është po. Dojnë me etiketu dikon, po. Se etiketojmë se na nuk e njohim, kur nuk e një dikan, ti etiketojnë me loj. Jo, por mos me njohë, ta e dënë ma shumë, mos me të njohë, po s'dënë me të po, që ashtu për shkak se gjelozin, ose që atë egon që e kanë, nuk dënë ti me a kalua. Po ti, nëse gjithë profesionin aktorës, apo të muzikantit, ti do të me që o ban e dhe në fund, o leje, komplet. Ta shu nuk muna me hynë aktrim e thonë une, po luj veç motrën e nderit ose hoxhenicën. Nuk mund është, ti duhet me përshtatë rolit që ta ofrojnë. Po jo, une kum një plot kolegët mija në kohën tem, kur kam qenë, ju afreshin rolet pak ma provokativ, jo unë s'luj këto, jo se bëj këto, veqa, unë nuk është nëse ku mujtë me bo, pëse me se bo, është një roli mirë që më mdu në karrierë teme. Shotën e shem film se shumica njerëzve qështë e shuajnë një personazh caktuar, menon që është ashtu. Shota, po, vërtet. Ka, që me mu djesh, me larkë se dje, me zanën, edhe nuk e talëshon muhabetin. Nuk është që të nalët ose të përshëndet, të ti, është tjetër, ti e femën. Femën është shqiptare, po foli kështu kryesisht, e ka sfidën e dyfisht në ato. Nuk ka problemi këtu. Qka do një me bo problemi të femnës tonë, cila definitivisht shkel gjithë shka për me bo diqka? Për ta atur nuk di që me thonë bek. Ti si femën, Shiko, se cëli e menon atë mënyrën e vetë për me arrit karrierën apo cakin e vetë, gjithë kush, dikush je pare për me arrit qëllim saktum, dikush jep diçka tjetër, dikush jep mund. Unë për veti, jam njerëzëm njofin edhe jam prej, shiko, në moshën 18 vjeqarën ku marrë në Prishtinë, si studente me një qantë në krah, me do vë, e Akademisë Arteve. Qashtu. Edhe imagjino për asoj shotës me autobus, kur kumë zbrinë Prishtinë që nuk disha, ka është teatri. Teatri? Edhe, mësë menoj që ka qenë... stacion nga të kompanit të takshaka. Jo, largë është jam për stacionit. Mësë menoj që është rrugë e letë me ardhë deri këto ku jam. Do thonë, dikush pranon gjithë shka për me bo, diçka për me bo dikush? Unë me pas pranu gjithë shka, unë ku me ditë ku isha konë, po që zotit faleminderit, këtu ku jam, mjafton Nina krenare, edhe jam me faqet barë dhe nuk kam frikë që njerës dalin në më thojnë ta kumë bë këto. Kështu që ti e bile mu më një, unë jam e shlirë, flasë shlirë, po, shlirë. Pe kërkuj që del ma nëzën kukër. Ka femna që kanë qef për shkollës parë, në shkollën e 10, dhe unë nuk muna mjë thonë kur gjo, ashtu e menoj, Gjdo industri edhe në firmën matë vogël e ki atë regulore. Sigurisht, po tash
femna jo në të shku shumë për para. Po, jo veç femna, se unë e kapëm veç femna, ki dhe mashkoj. Une ma shumë edhe... Kisa dujnë bile mashkojt janë të ranu krejt, po vetë mundit. Ma shumë për shkak femnës, se femna thujnë e vujtne, të shtin kësin flapa, ka vujt, ka sene, kam rri shumë, ka dhonë rezultate. Ta shtu unalë une të këshyr TikTokin, të këshyr këto, nuk po shot që kalzojnë diçka. Ja, ka dhe pe atyne që kalzojnë, po na jena për mes TikTokut, veç sene të këshia i marrim. Jo, a ka dikush që për shamull... Veç antivlera dojna, se ki femna me vlera sa dush. Që për ta bëjnë i pyetje kështu. A ka për shamull... Në Instagram e kum po një astrologe, që është në Amerikë, e kum po të Besimdina e kum po, ato e kum po, që po të regon cili yllë qka anek nej. A ma ti mundja që? Ka zënë diçka tjetër, po. Po të në astrologe s'ka, po ki ti psikologe, ki femna... Që ka zënë në TikTok, qysh qka te... Po s'ta ngon kush? Aha. Kush pe ngon astrologe në zbaj ngon? E kështu që duhet... Ti du të me bot që me të ngu, ose me të po, du të me bot diçka tjetëra? Ka njerë, se unë për veti e në TikTok nuk hi kështu lojva. Jo, mu kom qelë gjithë shka me po, për me mësu diçka. Po, bek tash që shoveni për bojnë në kuvenin. Edhe në tash tu po, shka po kërkot edhe pi bojnë, edhe humori ka ndryshu tash. Në atë kohën, kur ka qenë leci e cima, familja moderne, kur kam qenë unë angazhume, treshi për sheshi, ka pas humor tjetër, tash edhe humori ka kalu në banalitet, se po nashtin me kesh, po fol ashtë, po fol kësho, edhe po shifet. Tash edhe fmit e vegjel ti shef, gjunami po këto humoret, shumica që epi bëjnë këto tonat. Une për shamë... A mujna me marë që është aj humor urban për shamë, se edhe ajo... Po, dhe urban mundet mu kanë, po... Në shumë të në rasëve s'ki nevoj me kry shkollë për me pas një talent caktum. Po, mundesh mu kanë urban, po mundesh me qita aty plus 16 vjetë. Aha, okej, e bojnë të edhe on regull. E bojnë, a, drejt? Jo, nuk e... E bojnë, qëshjo? Shmër e bojnë ata përmes YouTube-i ta qesin edhe... YouTube-i është e ngom ti, YouTube-i është edhe përgjithësi e prindit? Aty, ajo, aji anale, ka me mune ta shiki veç anale. Edhe së në hina i me vro, a që është? Po du me thonë që ka ndryshu shdo sen bek tash, nuk osin e kuhen kur kina aktru na, kur kina bo humor na, shukoni, tash ka ndryshu shdo sen bek. A i nisim senet mora më rapsht? A? Më ka ko qitë koma, be. Po? Që më vështë edhe gata, ashtu koma. Po ku s'ko qitë kë, jam i shkuti jo. Po, aja nisim punëve na, mora më rapsht. Aja nisim diçkofit mora më rapsht. Se kum po një dukuri, edhe bashkë isha të shetit, që është dalim na, edhe kum po një dukuri, po du me të vetë ty para se me kalzune. Hajde. Edhe pse s'boj pyetje për gjithë. Po, qysh ja nisim na si popull? Na si popull, ja mas pari kina qef rrugën sa ma të letë. A po dhe? Mësë më nuhet. Rruga shkull që më në drejt, po, del gatë. Po, po del pa gatë, po pak edhe fat me pas. Se adin që thujna ma mirë me ta dashta me ditë. Po, po veç me ta dashta me ta dashta gjithë. Duja mëstoj. Cëllën pëzgjellë me ta dashta me ditë. Unë ma mirë me ditë, vëlla. Jo, vëlla, mu ma dashta, po leje qëfar ditë ne. Që unë ta kalzoj kështu? Sa profesor doktori me 300 sport e one, bio, so ma shumë që mësoj për zhytjen qash ma cekt hi, qash ma plet ka që i thoi. Po, beko, që vërtet. Pse të kragon rëzicet caktume të cilat mundi me ditë. Po, siguresh me ditë, po që e dhja nuk po cilë mani. Qetë pruna këto. Tash, unë dalë shetitna dhe vime një shesh, të sheshi Zahir Pajaziti, të grandi, është e rethi madhe dhe dalin fëmija me bicikleta. Po. Me ra para disa jove, këshikës vajzës, që e du shumë, Nëreqa jam modifikua bicikletën, të jedin që e du bicikletën shumë edhe dalë. Edhe i thëmë, a i ka dorëzat, a i ka helmetën e këta, tash. Vija të edhe shoh shumë thmi, dikush trotineta elektrik, bicikleta, po as njoni dorëza, as njoni helmeta. Ishin për mi 40-50 thmi që kishin bicikleta. Do me thonë, prit. S'kena qefna me ngraku vetë. Po, mirë, po një rëzot, qa do në e bona? Për 20-30 euro, ose shkën një ablen atje trotinetin. 5-600 euro, zdejnë 20 euro në ble helmet. Po unë se besoj që e lojnë për qështje leku, po e lojnë si hajtë, si nas gjo. Po që ajo si nas gjo, po na kushton, bëj. Po, vërteta. Aden, pse mos me njës? Kur gjës është me qitë? Ani që shu dollë tash materiali letë, që si carbon fiber. Ta më zalë frimen helmeta, bek. Mu ma të do frimen për shumë. Dalë pa helmet, pa dorë, sen, shlirë, flokë, qkojnë, fluturojnë. Dhe ti del mu kalzua, po? Jo, vëlla, veç për me fladit vetë. Shka kuj siguriste, po nivellit siguriste. Eki po, edhe tjetra. Që e për shamu, këto këtë dukuri, hajtë të spekova me shtë dukuri. Në botë, në për filma, kum po dhe në botë. Kër edhe ka qenë edhe kështu, edhe drejt për drejt, pa, njët diçka. Apo që kjo më rënë mene posh para disa,
ditë par dje, ndodhi me një mbledhi me presidentin e Amerikës. Po. Vu, kejtë për tuke. A më resh, kejtë ushtrenë. Edhe ki po në filma, kur të dikush, pa, krejt, po. Veste, na, ku është krizi, bre? Ha? A është qajtë atje? Ja, që kë? Që dhe mëre krizi? Ku problemi? Ja, po, hajde, shpjegoma këtë fenomen. Jo, po ta shpjegoj, se na shqiptarë nuk tutëm shumë, pa rrezikun para fytyrës. Instinkti është, kur kërset një armë, instinkti do të më gju për tokë, se të së një rrë. E po pse na, me herët, qysh ani të honë e që baft mirë, ba, ue. Jo, la be, kërset që me këshyre. Të kalëzoj që është gjuna për tokë. Jo, për besë, unë s'kom po atë fenomen shumë interesant është, plumi nuk zgjedhë, plumi ka të bjenë. Për ne jena patriota, bek, nuk tutëm për plumave. Po s'ua, nuk peshoni këto patriotizm, ha? Të presh kopla, këthejem pas pak. Kojna në etapën e dytë, ku shkota definitivisht e kalëzën natyrën e vetë sakë qarë, kjo e trend bëllë. Edhe ka qitë një ere unë trend po ashtu, bëllë. Edhe vetë hisë dëru, dënë mu, full energji, me zdi si me mga mu, zdi pse, aden. Shot, rrugës ka tesh në shku në punë, ngutin posh mu kalë thëmë. Kështë t'jem të ri, se ti e do kështë edhe eri. Shiko, të shku në punë nuk më ngutin shumë, se jam e veshne... Po tepër, jo bajgore. Nuk më ngutin shumë se jam me syzat ndoja, jam e veshën shumë ma elegantët, nuk jam e veshën provokative. Do më thonë, tutët se po, menojnë që na i profesoresh, na i mësup se gjëna. Po në gjëna ka metë në kom kjo. Qaba s'po kam me qa me shku. Në kom, po. A di ku më ngutin? Ama ja frot me kërë që kisha, po hypa, nëse jo. Po mi thonë, o me qi që kam kjerën, shtat hermat mirë së tonin. Nëse, a di ku më ngutin, për shamëll ku shkoj në fitness. O edhe. Sa të fitness shko njeri shkort veshën, pak barkin, pak asi, pak po. Oj, motër të hongshë. Mo bre. Ani të po jo krejt. Ka apetit. Qa ku mi bone? Po, ani dhe i boft mirë. Po, të qysha dhe në brutë. Më s'nallë të hongër. Po, jena kështu, na jena të Qysh thojnë direkt që aty në shty kejtve, a? Jo, po, jo betë thojnë me kempi. A të këshyrë kështu? A, me sy? Këshyrë, na i të Aha, kur dilës për fitness, se unë mrena në fitness. Po, dhe, jo, janë fitness, jo mrena, jo fitness. Ta ma njojnë karakterin të amë, unë s'jam fort e urtë. Po, që ti me një 5 kilës edhe... Unë e kam një sen bek, unë jam shumë tip i dashtë, unë i shëshnu shumë. Kërë është në momentin që atë respektin që ja baj une, ma merë për dopsi, unë aty e gërsona. Edhe... Tonë e gërsona i shut. Jo, se dikosh atë një vjen kesh, musë më vjen kesh heq. Ja, ku mi spegu të kesh. Jo, heq më vjen kesh, heq më vjen, bashkë. Nuk ma njim për kësi sene. E kështu që mrena më thonë mua, jo, bi, kush gudzon. Politikën a e për cilë, se politika jo, shumë ma enu bo se muzika, se kultura. Heq bitëm smena me politikë. Kërkush ka bë kur gjo për artin, kërkush ka bë kur gjo për një jetë ma të mirë. Për një jetë ma të mirë, spjego me shto. Po jetë ma të mirë, bek, se ti nuk mund është 400 euro rogën mi pas shmimet ma shtrejtës në Gjermani. Po, është të vërtet. Unë s'kam fëmi, po imaginët kësha pas fëmi. është jetë shumë e shtrejtë, leto me folë, po ata që përjetojnë, që kanë familje, është bajgje vështirë. Po është sfidë. Sfidë. E sfidë e cilën në fund të jep një diplom të jep të mirë, e një vetën, që kjo është fëmija jëtë. Apo këta, do më thonë, nuk është që i lindaj, po dush me ndërtu. Ata për me dalë një djali mirë, një vajze mirë, e sjelshme, edukume, e tjere. Apo? Do më thonë, diploma që aty të vjen ty, çdo prind lufton për atë punë, edhe munohet në maksimum. Zgudzojna prind mi fajsu për gjithat, shka bom veve për e fëmis. Epse prindë e mi kanë pas qef më konë doktoreshun. Po mirë dhe, këtërimit ka hecë mëj. Që ti fakultet po unë heqë. Ja, po, unë i shkollin e mesme kam kry stomatologi, imaginoj qëfar kontrasti, stomatologe me aktore, outkate. Ti? Po, tash i kështë bo reklama. Po, ka po qërë babi me më konë në doktoresh. Po, edhe kjo showbiz, edhe dentistri u bo showbiz. Bilemisht turizmi i stomatologjisë. Ishtë turizmi i stomatologjisë, ku një qëto e ku morë vesh, ku po udhëtën një njerët për shtetit një në shtetin dë, më shku minë se atje ma lirë. Po, së në Zvicër 50.000 euro. Qka 50.000? Kosovë me 5.000 euro në drejtë. 50.000 fronga, po? 50.000 fronga, se më bita. Për qka? Kejtë dhëmë 50.000? Kejtë dhëmë. Që ata gjuna djenë me kafshua pat ligjonin. Tukojt, të honër tukojt. Përëna e krelon, no!
Para me në që e shkon interesant. Imagjina me të thyni dha, ma e sa pëthush, o zët isha Allah më thejet në i unozë. Kë ke humorizi. Tu shku tu ushtruaj, që o banë që po ushtroj me ik ponqave, që me mi bokë, zikur se... është një Barcelet, është një Barcelet. Hajde, cila? Me Qakovarin. Po? Po, është një Barcelet e vjetër, se këto i ka të regu. Po, që jo rëzot, po zdi rëzot. Bjen, diska rësheta. iPhone-i, telefoni thjetë, Po, rat, e njën, thot, o ishallah mi disi, o ishallah mi disi. Po, i shkriti. Mos u thirë Viber se e tu hargju baterie, edhe në këto. Kishe WhatsApp i hargjon ma pak. Po, ka është shumë interesant që është transformohet kjo. Krejt, a di kush i ka bo krejt? Mu më doke që të platformat dhe histori i ka bo krejt kjo. Mereshe, ku e din një Zvicran, ose një Anglez, që i mjell flëk dikush në Turqi i profi. Vesh përmes që aty në seneve. Po, sigurisht që marketingu e bënd shumë vetën. interesante. Po, vesh tash migrimi, kush fiton këtu mas shumë të edin? Vesh aeroplanat. Jo, vëlla, fitojnë edhe klinikat. Pa tjetër. Sigurisht edhe aeroplanat, se mund është me gjithë bilet lirë. Dalima që pëthu ti, dalimi me 5.000 euro dhe 50.000 franga, sështë ku me ditaj fitim tash, ku pe din ti çfarë materiali ki? Po hajtë se 100 vjetë s'kena mjetu bek. A do me ta kaltu sekretin pse janë në Zvicër? Unë e di pse janë në Zvicër 50.000. Po, se ti ki jetu aty. A e di pse? Pse 45.000 franga i ki garancian. Po bek. Ti 5.000 ti kanë gjitë, 45.000 ki garancian. E na Pak ti s'ka me të ndodhë. Që, gomat e dimnit i bleva, maqines, kerrit, i verës, gomat 4, tha, nëse pa i rimrena 5 dimna. Sa ndodhë një shka prishet, ti këthejmë 5 goma, thë shqysh bre 4, po tha ta logarisim të dhe rezervan. Pse? Garancian. Po kësa e kom pagu një gomë, s'ka dzej. A e në Zvicër? Po, një gomë, sa 5 goma këtë më ble, njejtë. Aty... E, dhe më thonë, qaj është edhe ajo që... Aty jeta shumë e shtrajt bek, po 50.000 euro unë për veti garancion për lese, 100 vjetë s'ka me jetu. E, pse bota e, pse bota? Pse ata janë të kujdeshëm, janë putor, që janë herën sabah, vinë pun, janë 10. Ata janë në 7. Jo dhe këtë të na, dhe unë në 7, në 6 qona bile. Po mirë dhe, po dentisti vjen në ora 10. Hajde ka zëma ti mund një termin të dentisti në ora 6, në gjesë dhe 7. Bek, o problemi se në ora 6, ven me ta hek dhomit hek në isën tjetër. Po pa thua. Pasha zotë, kështu që ma mirë dhe në 10, mundët mi qelë si... Do në shkanë në gjerë dhomin, del pavesh. Pavesh. Mirë kjo. Bëja i gane pak, po. Jo mërë edhe ata edhe këtu i hapin në ora 8, i hapin bek. Po njerës pritojnë me shku në ora 8 më ngjesit me shku me intervenu të stomatologu. Pritojnë? Po jo pritojnë, po është edhe munimshme në ora 8, që ka thone, lëkum më ndonë me shtingoj, më bëndëm, po imaginoj para sabah, me ngjes të do një injekcione. Ka dole nëse ti bjen në ora 11 ose 10 natës, normal që në ora 8 je vesh fresh. Po, si për shamëll unë publik i ndëruar flaj në ora 10. Nga ne? Edhe njerës dhe din që shmjaja me din. A jo një me moqe s'ki më faqë se apo? Po, publik. Njerës dhe din që ora 10 unë jam gjomë, dhe mas 10 dhe 10 e një minutë më kërkush të më thirë. E din, bile, më më thirë një mdhej dikush. Unë e thiri për i notë, ishtash për më fendo, në zonë i nale ki. E de ose du shetë i mu të e që telefonin. Ora 6, jo thamë më s'ka në i sen, më s'ka ndonë në i sen, për qef jo. Që është do më i shotë? A di që shpo më do këtë? Hajde. Sinqerisht, sëkur aty të kafja jonë që pina kafe, bëjna muhabet njejtë. Po me është muhabeti kryesor, po, që është muhabeti që biseda mes me e te si meq është shumë e shnosh. Rezultat, unë s'po gudzem i ka dhuzë do sanë tjera. Jo, mos e gjuj me që të gotë bje, qëllë baj. Jo, e forim në fillim që qka është private, s'bëm të publike. Do është me respektu një sen. Që është respektuat femna? Respektuat femna në qatë mënyrë. Senet e soj private, kur publike më si bo. Kur si bëjë une? Pa marë parasysh, sidomos, ato që se ki motër anon, ruje shumë. Ruje shumë. Edhe pse kove të fundit s'ka shumë shok, une rrethin e shoshnisë e kum pas 100%, tash e kam vetëm një 4% që janë shtatet meq të me, shokë dhe shoqja, dhe në tjetë bëlluminie nuk dalin, po një 3-4 që i ka me të vërtet meq, sa kum pasu në rreth Gjon Bek. Në është ta me kalimin e moshës edhe për... Shiko, rrethin e Gjon nuk është që se kam unë. Po, ti e din unë shoshtit në ngush kum pas plët. Shok ato, e shoqe këto, nuk mund është 100 shoqe me pas. E vërtet.
3-4 i kam ato për qefi që na i dojmë senet të mirat dhe të shijat. Edhe njëri ndërta je edhe ti Bek, që na ti e din që unë ku jam në herë pa Terezi, ullëm pim kafe dhe diskutojmë. Ta marrë na i këshill, na ide. Pa tjetër. I kom unë do ideja shumë të renda. Ata tjerë sigurisht që unë i kam, janë miqtë e mi, por nuk muna me qujtë miqtë e ngusht, që njeri diskutojnë hallet. Njeri të bo vjetë, vjen deri të ajo që fillon me do shopin për sheqerit. Po, sigurisht. To e kom pason në Mostanin kongën. Edhe u pa dolin super cim. Super cima videokaseta. Edhe aty faktikisht e bëjnë një vene kom do të shopin për sheqerit. Jeta është për plot me befasina, cilat adin tash, po jetë njërë, thot, që thujnë në YouTube? Bajat po fullin. Që të thujnë? Njerëz do të me pas vëmendje shumë të madhe ndaj rrethit ku janë. Do të me pas vëmendje edhe në telefono, kur të këshyrë, blendi që ka e ka pa pare, e ka këshyrë pa pare, mundet me fitu diçka pejsoj, po këtu të na po dojnë që pësu ti shpejt. Më bo milioner mrena natës. 1 milion klikime. Unë për veti, që thojnë, pse s'ka dukat shumë në ndoje, a e din? Dukat? Po, pse s'ka shumë. Ori? Po. Pse, a e din? Unë e di që ka plot. Po, s'ka shumë. A di pse është i vlefshëm. Po. Përse ta, edhe diamanta, s'ka shumë, pse o e vleshme. Se të kish pas shumë, si shkon me vlerë. Po, atër më shkon bakër. Interesant, po. Bakër, metali i... Fix, po. A më resh. Për ata edhe thëmë, në shoshni, në rreth, le për shtypjet mirë. Unë nuk jem najfarë hoxhe këtu. Asë nuk jem najfarë moralisti. Më resh, njerës gabujnë. Jo, vëlla, për hoxhën ja kom nisë më bo si gjysë hoxhenice, se s'dia din, unë Ramazanin është Ramazani 3 që e ku majtë edhe... Zoti ka bota edhe risia e këti viti është se unë e kum falë më ngjesin. A po? Pa kum falë më ngjesin. Bravo. Kum kalzu në ty ti e din. Që unë për thonë bravo, para menove që më do zot të kabul. Edhe jom një Bek jashtëzakonisht, a di si jom një, a di çfarë lehtësimit shpirtit sikur mi fitu 1 milion euro duket. A di kur e kry një punë të madhe, kur a di qysh njesh 5 kila njeri njesh, unë jam njëri jashtëzakonisht një. Vesh në kohën e Ramazanit, se aq e kum një. Nuk do me thonë nesër me bë me ndje prap për mu falë, unë e bëj me knaci, po në kohën e Ramazanit jam falë. Okej. Kaldësha njerëzve së mbesojshin. Ti e bane më falë. Po unë e bash unë. Pse jo? Pse? Pse, 2 dur, 2 kom, Po, 1 kry. po, valaj. Feja është shumë e rëndësishme për një njeri. Po mund parasysh fare ko, po është temë shumë delikate të na. Pse? Ja, unë nuk, Bek, unë të feja nuk di më përzi, se nuk di. Jo, po dhe, pse o delikate të na? Unë e kom përgjigjen? A do këtë kalzu? So delikate. Se bo delikate feja kur është qa që thjesht edhe e bukur, hajte që. Se na njerëz e vështërsojmë, mundohem, mishtihun të aty ku s'dim, po e komplikojmë. Unë për veti, sa i përket fesë, unë nuk është që kam shumë njohuri, unë i di sanët elementare që do të mi di një musliman. Një është bukur kur... Po jam, thash, jam falë, jam një jashtëzakonisht mirë, nuk tham që di, unë e Kuranin halo se kum lexu, po do librat Muhametit i kam lexu, në Kuranin se kum lexu, po kismet kam e lexu shumë shpejt. Ka dal. Kështu që, shka s'dim, shka nuk di, shka s'mar vesh, s'kam qef mishti hund. Faktikisht, krejt to që e folim, njerës tash e nisin, janë nisin për fejë, se atë pa dishmi të bojnë atë. Do të me marrë me një sen. Mes gjdo njeriu, foli Shqip, jo mes gjdo një insoni, gjdo njeriu, do të me egzistu dashuni. Pa tjetër. A ka dashnin këtë Ka marrë qysh jo, ka, veç do të na me di. Se di, ku është aja se sum... O bo e rrallë si diamanti, si ari, o bo e rrallë. E rrallë, nuk është mo për para që shukon. Mëresh, tash është bo e rrallë, su në gjonë. Edhe kur ta e gjenë kapem, më se lësha. Qashtu, edhe ka lyp mundim me gjithë, pse faktikisht e egzistojnë shumë elementet të cilet e kanë zhduk dashnin, e kanë zhduk. Edhe nuk din, s'ka mënyrë platonike, s'ka kur gjok, tash u bo një farë keq kuptimi, tash edhe për shoh edhe në për televizione interesant me janis dikush me në reality show, me niks me tjetër kon, mos s'ka, dashni për mes reality show. Jo, po ngam, nëse ty s'të ekziston dashnia ndaj një personi, ndaj një njeriu, nuk do kur gjati. Kupton? Ai të parën çat krijesën e Zotit s'pedon, e jo më Zotit.
Po ka ndryshuar dhe kua, ka kalu ma e kua kur ka ndash njerës, tash dashnia o bo interes. Tash është showbiz, dashnia. Po, o bo interes edhe njerës nuk ta vlerësojnë gjesti, nuk ta vlerësojnë, po ta vlerësojnë parën, vlerësojnë sen e tjera. Edhe për ato, dashnia, tash ka hin tjetër sen lakmi, po lakmojnë shumë. E kanë përzime dashni, po? Biles, një laf ma tha dikush, tha, dashni t'japin, jo, që shtamër, veç njerës që s'kan taj, s'ko që me dhënë tjetër sen dashni. Po është qa që thjesht e bukur. Po qajo mungon. Po të betona mu qajo mungon. Mu s'po mungon tash, se të regova ma heret jam e përmbushën në tana mënyrat, po s'ka nevoj kush e qysh e tek, jam shumë mirë bik, me jetën të në personale, kërështë njerët më sa bojnë gajlë, ju që ki një prit, mo, pa është e veç kërtë më sheni. O, një ditë, po. Që ka që barkën në Jo, shepe. njerë dojna unozën. Pa unozë, be. Pa, dojna. Kur kum pas unozë, unë e veç 2 veta në Prishtinë kanë pas unozë. Jo, bre. Po thash, azi naj banketa, një shka mu knash. Po kështu pak e s'ma vonë vjen. Po din. Kështu që unë çdo person ka nevojë për dashuri. Për dashni që o të mungu. Okej, që ajo për të mungon, njerëz, mus po mungon. Po. Jam shumë e plotësuar, çek shumë i syt. Kumet, çek shumë i syt. Si të më shkëlqejnë mua. Çek shumë edhe mua. Që të kanë shkelqy, ku të kanë shkelqy ta. 30 vjetë martes, mo. Gati, 25, me 11 maj. 25 edhe që, edhe kështu. Super, do me thonë në kalzove diçka që... Se din kërkush. Jo, nuk e din kërkush. Tash e din krejt. Po, shumë private ku majtë personin edhe nuk kum dasht me... Maj edhe privat halo. Mere, se dikush garant tash kurreshtja me here. Lajmi kështu, piri. Ja, të unë s'ka shansë kërkush. Shata bare një, absolut, mua s'ka shansë kërkush. Ja, sene që i kam shef të unë s'ni mori vesh. Po, shumë mirë. Atëherë, unë po këzoj raport ty ma shumë. Falinderit, se mo bëllë i kem. Po e bë në ke lodhë. Që? U gëzu të nkrejt. Po dhe... Mirë, që kjo është lajmë mirë, inshallah shkon për të mirë krejt. Po, kismet, po. Shut, dush me më kalëzu qka zdën të njereu, që te morin vesh krejt, sepse na dojna krejt, edhe tash për shkak dashnis që e kem, da i tenës dojna me t'hup nëse e bojna qatë veprimu, se qatë që për divnem. Po tash, më ka hup, kush më ka hup. Tash më s'ka kush më hup. Po unë e di qka s'ka qef kjo, shu që ka thote. Shiko bik, më plët sen në pengujnë të njerëzit, po ma herët për shamëll senet që më kanë pengu, unë ja ku më thonë ftyrë. Tash për shamëll pritoj mu marë, rritë si ta ma shumë interesant. Po, qatë pengon të njerë ju? Unë njerë që ma shtrojnë, njerë që rajnë, ose që gënjejnë. Ku pe din ti që rranaj? O vallaj, o bik. Nuk jeti detektor i rranës, ka dole po. Jam detektor. Po në njerë qash mirë rajnë, so që ti mërë që për ndritësinit këshyre. Ade njerë që qasë po ndritësinit, ishtë si vjemarë. Ke puna bornis, ashtë burë është aj që të rranë në syë, mëresh. Allah, ishallah së ka rajë. Se aj që të rranë ma shpina, i so burë. Ishallah së ka rajë që aj jam, se veç një birtë minë. S'po thomë për ato, nuk po thomë. Shiko, unë tash nuk jam profi për mi kuptu njerës, jo, nuk jam profi për mi kuptu njerës kur rajnë e kur së rajnë. Por në momentin që e shetë që për randi ko, që unë s'kam qa mirëna me tomo, me nejtë, njerës që dojnë veç vëmendje, njerës jo falenderus, me këta sëri. Kësa në tjera edhe muna mjerë pranu dikujt. Këtë morim ka njëherë të rëfollim në i fjallë që zbën me folë. Edhe unë jam një ndër ata që ka njëherë marrë... Këto përgjigje i kanë krejt në televizion, ata që rajnë, ata që rajnë. Unë për shamull... Po një rajnë se nuk e... Psa, do në t'i rajnë që rajnë? Unë se du njërin që i pengë kokta. A e dini që kokta së dikta? Kokta, a menova që pas... Jo. Na vesh po bëhe gane me ashtu si ide. Unë po flasë për njerës që unë në rrethin tem, se unë e dikush më ullë 5 minuta, letran, dhe me në gjesë në smirna me to. Po njerës që unë i vlerësoj meq mu më rajtë s'kom qef. Gom, ti ndeshës me tylifar kalibrit njerëzve gjatë rrugtimit, gjatë jetës e sene, gjatë punës që e kije, gjatë aktrimit e gjatë fitnessit. Që aty... Qka? Aty ka gjithë shka. Edhe s'ki qare ti pa i kesh aty. Nëse më rënë që nuk e di halalikov, dorë njep. Njerës të cilët gënjejnë, kështu me ka. Bukur. Rëjnë, bukur. Unë ja u kam përgjigjen. Nuk po më vjeni noti që po më rënë ti mu, po më vjeni noti që po menën që po të besoj. Po. Kështu që ata presin për teje me besu. Presin me rënën që ta bon aji, qa që bon rënën që ka njëheri besën edhe rënën. Heq, me bo më smi thonë, unë e mënallet që të fyti, mënallet frujma minerë. Edhe ja thunë, trash, bum. I të spritaj. Ja, ti spritar.
Shpritoj ti e din. Pa, e egëri. Ti bek e din. Pa e kam shpirtin shumë pastër. A pishe për shka tha shi po unë? Vesh Nisan bek, njerës e drejt, edhe njerës e ngutë shumë, kështë pakës, janë shumë drejt edhe shumë e kanë shpirtin e pastër. Po shë zotën, unë menoj që ata njerës e ngutë shumë ka njëherë do të me nolë pak të Po sigurisht që do, a dy e nolën na, kur të shumë... A po bre! Kur na vjen flutër. A qashtu? Flutër, a qashtu flutër? Që? E nive? O, e nive, hajde. Me të rajtë flutër ka lezet, se bukurushe. Ka njerë ato, frenin e dorës që i thujnë shqip, rruq në. Vëb, merë fryme dhe këshyrë. Na, veç edhe pak, veç le të kalon. Rana? Po ka dollë dhe... Rush në një në ndorë, boksin në dorë tjetër. Me t'ja up. Me qka me ja up? Me din. Me din. E trentje. Ta është dëna me posë jaja, kena i pytje, ja. Po më mosë une jam e ronë pytje. Apo? Jo, më s'ka po më pytje pa lirë, se komune do pytje që pëjru pa iri. Ja, bek jo, se ti akmerë. I jeger jam. Ja, s'jam i jeger, vështë pëthojnë qashtu se shfartë, të gjolë pak mishë, une me diplom jam. Që, erdhëm deri të momenti, ku definitivisht... 2 orë në zgati emisioni për më duke, përgjësore ollo. Te na, flutura na ka thonë, graj, sa të 35 dhe 1.35. Bek e dite. Hej, edhe qëto për mentë mira. Qëto, që thash 2 orë zgjati. A ki ne këshilë për, jo mocaniket e tua, por për ato që kanë mu bo me vjetë e tua. O, letë kinashën, mës para gjikon, mës nalin, letë punojnë, letë anëzedi nojnëve. Roshnën. Në pak, se s'deshta me të vetë për atë punë. Po, jo, letë ndjekin, oje, ta shfilla, po shiqani, ta shfja njësi seriosisht. Unë menoj që çdo person për mocaniket e mija dhe plët mocaniket tjera që, ose ma të reja se unë, nëse dojnë me arrit diçka njetë, leta vazhdojnë ëndrën, nuk është e letë, asë njësen nuk është e letë, asë njësen nuk gjenë falas. Leti grojnë, mës nojnë, letë më thamë, thash, letë vazhdojnë punën edhe vetë edhe heqme më stinolin. Nëse dojnë letë me kalu, shkojnë pejtë parës në 10. Pra ashtu nuk e di, une... Po ka dole tash, prit nolin pra ashtu, po ëndrës më stinolin kur njetë më smunon, gjykimet e njerëzë më janë dollë ëndrën një personit, absolut, se mu paskon ashtu, se mu paska thuj që këtë, mu paskon ashtu, isha nalë une me kobik, kështë që mu janë mënu më ma nalë ëndrën, gjykimet e njerëzve, plot kolegë janë mënu me të botë, të pavlefshëm, Tult, diskriminim. Jo, diskriminim. Po, diskriminim, se ti po vjen peni katuni atje, po vjen Prishtin edhe... Pa aftë për punën që e baj, do më thënë sa të që janë mënu, unë s'jëm nalë. E va thash mirë. Po, unë s'jëm nalë, po sigurisht që jam, në momenti ku vjen për një fshatit, diskriminojnë, katon, po tash është bo... Tash është bo qytet, komun veti gara të bo. Edhe diskriminojnë, gjykojnë, nejse ti din lafet e njerëzve, po në kur s'jëm nalë, kur s'jëm nalë. Mu më kanë gjiku mas pari për emnin shotë që këm pas. Nga një emnin shotë, kër isha në shkollë në Prizren. I këm pas gjë shotë atje. Edhe heqë, me krenari këm tonë, shotë ta bareli, po, unë kom një edhe unë emna shotë ka pas gjithka. Po, i këm pa, unë i këm taku gjithë jetës sama dhe një 4-5 shota. Qashtu, edhe Edhe babat e vete emrinat Azem. A po? Po. A, salaj. Yes. Që kjo mirë, shota, heroina jonë, për dryshe ishte në këtë emisionin e dashtur dhe podcastin e dashtur. Edhe u knoqa. A u knoqe? Ska shumë e urtë më do këvetja që të bekë, si që më ka gjithë. Që më ka gjithë. Qëtu s'mi shame këptu. A menove me sakis dorë me hiune, po? Valë, përse është kjo dynjoj, po me qatë... Me si bandur që të bekë se kish kuptojmë na. A ju do një kështu, a? A din këto kure i patëm që këto? Qau, kjo e? Qau, e qka do me zoni Illuminati? Qajo Illuminati, po qajo e bekës ke Illuminati. Qështu i kanë mojtë për pora kur kanë knua pera i bi? Jo, vallaj, une... A din, po me nej, ati qiti vijat e kuqet, po? E kështë që faktikisht kjo ke si me qëndërim serios. Po, vërtet. Po, se me artikulim për para o kodë seriositeti edhe në drasat të foli pak për teatrin. Valë përse është bëjë të një, a thua valë përse është kjo kështu. Edhe i kum po vetë. Kështë që shota, jaroni kënë emision, ka e o bek, I love you shot, ka dhe dhe ne. Edhe ta jep dorën, se unë bani me arme në emision, se ku më bo besë ka me dalë në emisione.
Edhe ku mbo be edhe njerë që e shofin më së më thirë, më së lodhen. Kështu që të beka të shoku jam, kur se akum këty fjallë. Ja, këtaj fjallë një? Jo, e baj, Kur e meriton. Fjallën ba këthen kuro me të dyta. Po, me të dyta. Se vetë, jo, unë jo maj miri për to, për vetë. O, zamër, unë të kom shok shumë të mirë dhe univa shumë e shlirë edhe po mjenë mirë për emisionin. Falenderit ju shep shumë që me nderove. E për këto komenta shytë kryt në uji. Kur shkojna bashkë, apet, në Ulqen, kismet. Ama ta shumë ta përto njerë, kam shumë. Falenderit shumë njerës, rini me pozitivitet, menoni bukur, kini me po që të njësrit jo, po qatë moment kini më një shumë ma mirë. Kështu që pozitiviteti ju duhet më konë shumë nga t'jush. Negativitetin, keni një konë bërlogut, shklok. Qështu, shota Baraliu, falenderit shumë, I love you. Falenderit, Tibek, I love you too.